Gjatë një nate të vonë me shi në Tiranë, Arbeni, një biznesmen i vetmuar, merr gabimisht një mesazh të dëshpëruar nga një nënë e quajtur Teuta, e cila thjesht kërkonte të ushqente djalin e saj. I shtyr nga diçka më e madhe se vetja, ai vendos të kërkojë dërguesen në rrugicat e lagjes së kombinatit dhe përfundon përballë një realiteti që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Ky takim i pamundur do të transformojë jetët e tyre përgjithmonë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Qiu i fortë binte mbi Tiranë në atë herët të mëngjesit të së enjtes. Pikat e shiut godisnin me këmbëngulje dritaret e apartamentit në katin e 23, duke krijuar një melodi hipnotizuese që jehonte nëpër ambientin luksoz dhe të heshtur. Besnik Kastrati ishte zgjuar prej orësh, si zakonisht. Gjumi nuk kishte qenë kurrë bujar me të, veçanërisht pasi nëna e tij ishte ndarë nga jeta, duke lënë një zbrazëti që asnjë arritje profesionale nuk kishte arritur ta mbushte. Në moshën 47 vjeçare, Besniku kishte ndërtuar një perandori në sektorin e ndërtimit. Emri i tij respektohej në rrethet e biznesit të Tiranës, ndërtimet e tij pikonin peizazhin e qytetit si shenja të ekselencës dhe inovacionit. Por askush nuk e dinte se sa shumë ai njeri i suksesshëm praktikonte bamirësinë në mënyrë diskrete, duke ndihmuar institucionet, duke sponsorizuar trajtime mjekësore për fëmijët nevojtar, duke dhuruar në mënyrë anonime për projekte sociale. Ishte një mënyrë e heshtur për të nderuar kujtimin e gruas që e kishte rritur e vetme, në një lagje modeste të kombinatit, duke i mësuar se paraja pa qëllim ishte vetëm letër pa shpirt. Atë mëngjes, ndërsa vëzhgonte qytetin e ndriçuar atje poshtë, celulari i tij vibroi mbi tryezën prej mahogani. Besniku rrudhi vetullat. Kush do të dërgonte mesazh në orën 3 të mëngjesit? Mori pajisjen dhe lexoi tekstin që sapo kishte mbërritur. Fjalët, plot me gabime shtypi dhe ortografike, kërcyen nga ekrani si një britm e dëshpëruar për ndihmë. Përshëndetje, ju lutem, e di që nuk flasim shumë por jam e dëshpëruar, agoni ka uri dhe nuk kam para për të blerë qumështin e tij special, ai ka intolerancë dhe vetëm ky i bën mirë, ju lutem, a mund të më huazoni 5.000 lekë? Betohem që do t'i kthej, premtoj, por ai po qan aq shumë dhe nuk mund ta shoh më djalin tim duke vuajtur nga uria, ju lutem më ndihmoni. Besniku e lexoi mesazhin 3 herë. Nuk njihte askënd me një djalë të quajtur Agon. Nuk e njihte numrin. Ishte e qartë se ishte një gabim. Personi që e kishte shkruar atë ndoshta kishte shtypur numrin e gabuar në dëshpërimin e tij. Si përmarrësi thjesht mund të përgjigjej duke informuar për gabimin dhe t'i kthehej pagjumësisë së tij të zakonshme. Kjo do të ishte gjëja e arsyeshme për t'u bërë. E pritshmja. E sigurta. Por diçka në ato fjalë preku një tel të thellë brenda tij. Ndoshta ishte dëshpërimi i vërtetë që rrinte nga çdo fjalë e shkruar keq. Ndoshta ishte imazhi i një fëmije që qante nga uria ndërsa nëna e shihte veten pa rrugdalje. Ose ndoshta ishte kujtimi i nënës së tij, e cila aq herë kishte kaluar net pa gjumë për t'u siguruar që ai të kishte diçka për të ngrënë, edhe nëse ajo vetë mbeti pa gjë. Besniku u ngrit dhe eci drejt dritares panoramike. Shiu vazhdonte të binte, dritat e qytetit pulsonin në largësi si yje toksor. Mbylli sytë dhe bëri diçka që nuk e kishte bërë prej kohësh. U lut. Kërkoj një shenjë, një drejtim, një siguri se kjo nuk ishte thjesht një rastësi, por një qëllim. Kur hapi sytë, vendimi ishte marrë. Mori sërish celularin dhe, duke përdorur disa kontakte që kishte në fushën e teknologjisë, arriti të gjurmonte origjinën e përafërt të numrit. Mesazhi kishte ardhur nga një lagje në periferi të Kino Studios, një zonë që ai e njihte vetëm kalimthi, ku shtëpitë e thjeshta grumbulloheshin në rrugë të ngushta, ku jeta ishte e vështirë dhe mundësitë të pakta. Besniku u vesh shpejt. Pantallona jeans të errëta, këmishë të thjeshtë, atlete komode. Asgjë që të tërhiqte vëmendjen. Mori çelsat e makinës më pak rapullitse që zotëronte, një sedan i zi diskret dhe doli nga ndërtesa ende nën shiun që kishte filluar të paksoj. Qyteti ishte i zbrazët në atë orë. Bulevardet e gjerë, normalisht të mbingarkuar, tani dukeshin si pista vrapimi të shkretuara. Besniku drejtoi makinën me vendosmëri drejt një farmacie 24 orëshe që njihte, një biznes i madh dhe i furnizuar mirë. Brenda, përshkoi korridoret me vëmendje, duke mbushur karrocën me kuti qumështi special për foshnjat me intolerancë, pelena të madhësive të ndryshme, peceta të lagura, pomada, shishe të sterilizuara, cutulla.
një batanie të vogël të butë dhe madje edhe disa lodra të përshtatshme për moshën. Shitësja në ark, një zonjë e moshës së mesme me shikim të lodhur por të sjellshëm, buzëqeshi kur pas sasinë e produkteve. Foshnja juaj ka fat që ka një baba kaq të përkushtuar, komentoi ajo ndërsa kalonte artikuj. Besniku thjesht buzëqeshi mbrapsht, pa e korrigjuar keq kuptimin. Pagoi gjithçka me para në dorë, refuzoi faturën tatimore dhe I ngarkoi qeset në makinë. Konsultoi adresën që kishte arritur të lidhte me numrin e telefonit dhe programoi GPS-in. 25 minuta largësi. 25 minuta që mund të ndryshonin gjithçka ose të mos thoshin absolutisht asgjë. Lagja ishte saktësisht ashtu siç e kishte imagjinuar. Rrugë të ngushta, shtëpi modeste të ngjitura me njëra tjetrën, mure të ulta, porta të thjeshta. Disa drita ishin ende ndezur në disa dritare. Qend lejur në largësi kur ai parkoi makinën përballë numrit që kërkonte. Ishte një shtëpi e vogël, e lyer me një blu të zbehur, me një dritare ballore të mbrojtur me hekura të thjeshtë dhe një portë hekuri që kishte një orë ditë më të mira. Besniku mori qeset dhe eci drejt portës. Mori frymë thellë. Kishte ende kohë për t'u kthyer pas, për ta konsideruar këtë siç menduri, për t'u kthyer në jetën e tij të rregull dhe të parashikueshme. Por diçka më e madhe se arsyeja e shtynte të vazhdonte. Ira ziles. U deshën disa minuta derisa një dritë u ndes në brendësi të shtëpisë. Hapa të nxituar u afruan. Një zë femëror, I ri dhe I trembur, erdhi nga brenda. Kush është? Çfarë ore është kjo? Mirë mbrëma. Më falni për orën. Unë mora mesazhin tuaj, foli besniku, duke e mbajtur zërin të qetë dhe respektues. Pati heshtje. Pastaj, dera u hap vetëm pak, me zinxhirin e sigurisë ende të vënë. Një fytyrë e re u shfaq në hapësirë. Sy kafe të zgjeruar, flok kafe të mbledhur në një topuz të shkujdesur, tipare të lodhura të dikujt që nuk kishte fjetur siç duhet prej javësh. Ajo duhet të ishte rreth 24-25 vjeç. Ishte e bukur, pavarësisht raskapitjes që shënonte tiparet e saj. Çfarë mesazhi? Unë nuk ju njoh, tha ajo, me zërin që përziente frikën dhe konfuzionin. Ju dërguat një mesazh duke kërkuar ndihmë për të blerë qumësht për djalin tuaj Agonin. Mbërriti në celularin tim. Gebe me sht. Por an ërda për të ndihmuar. Logjit e hatse shekujet bërët panjohër mi mos bezemt plot. E gjo kështënt më gjegëllët si kishtë dërguar në gjmesës në dëshprimin I orft perat më ngjizit, për as nak kishtë kaptur si mund kishtë shtej për nëmrin gabuar. Cellulare I sej ishtë I vëgjetër, I krene I bënd të vësitër shikimin nëmrev. Dhe tani e ti ishtë në gjaj huaj I plot, në mist nats, dukëtën si kishtë ardër për të ndimor? Këgjo nuk ka sens. Gjo nuk më në gjinaj. Pëstut vinit direk tu? Pete e gjo, me de shimen shfeke gjenduf gjo. Seps djeli gjoj ka juredi an mund ndimoj. Shit kak I the gest. Besneku ngrite kizet e gjo te shit. Sala komst special, pelena, disa gidrat gjura. Nuk dua as gin kumbim. Vet dua gem I segurts fmeja du jetmer. Ngethelge shippers, njikorum prit foshenjij priu edrin. Logita mobili set the besneku mundate sheet dimgen, prishkunt fightirn sej. A jo eshiten kufai. Turpi pert kurkuren dim, freken genj I huaj, nevoja urgent pert ushir djelen sej. Gijithka perplacij brenda sej net moment. Julutum, the besneku butsist, kaptuj mos besamin tuaj. Undut bjet njichen gujen venden tuaj. Prum jepne vet pak minuta. Mlinate pergetis shishin per agonan the pastage dut largoham, nstishirone. Per asanj ditirem. Per asanj kirks. Loljita shikwikizet, shikwi burin, srishpizet. Brenda shippers, agone vas dunkt fant. Ejo morange vendem gbintendeshmi du instinct vetrueges kisht civiluer gjet viteft vestira. Hope is intsirin de hapidrun. Besneku heiranj tamt vogeldet pastor, paversist varfris duction. Mobiljet ishint vegetra port murmbachtura. Nuk kisht televisor.
Vetnj divent vegetruer, nj tevolent vogelmizide, njgen, njgept improvisurt per minjarg drurate vesher mi beten aged pastra. Muret kishin njola laxti, per ishin decorwer mi vizetem fmisht perenige revistet. Koseneshktej, trigoi loljita, duk mbector and distant, duk processor and surrealititan situats. Bisneku ndokai dirain nj kosent vogel. Nj sub mi de vetra, nj leveman I vogel, nj fregorefer pepent nj shrumschwitzus. I vendosakis et mbetevel en vogel de philoit ntsirt productet. Loljita visgant du lovist, gachemt regant en schengenant vogelt rizikat. Amante pruder leveman en perdlar shishin? Pete bisneku, duk trigurnjiniga shishet regif kishtblur. Loljita tundi koken, end mimic niga habia. La shishin mi kosts, hapinj kutet komstet special, letso yud zimet pekitum de progetite prosirgen mi sakzen de kust we kishtberken par, edipsens jet jitter, princh foshens jitter vnuk kistlender kur, nigenj marts vnuk ishit realizur kur. Amante yoshpich? Pete bisneku kurmaberois progetituri shishin. Unbeject, loljitas jedi duart per mer shishin, per agona ishitantam de ejo hesitant talentet huoj veten kosen sej. Bisneku kuptui delam. Dut vijmi jadirantam, jadorzot shishin de presentam ndinjas ndrusa ju yoshkene. Pastaj base dojum, ns de shirone. Os unlargohem. Fardu jet mir per ju. Eta exen dirain town vogel. Agona ishiten dejepin improvisur, mi fightiern cube and get part. Kurpas shishin, kratatech tvejulazgjen instinctivist. Loljite moraid jelen kra de yulen skagen krevetit ngust zint puthwages gijith hapsernantams. Bisneku vendosi shishin duer de utroho. Du jem town dinges the duk del the duk immobiler drinkjesricht. Ayulern divenen vegeter, besneku de joit cart agonet duku paxur dirisa pusho plotsist, I zaventuren getingust knakrten foschengij human fun po yoshguhij. A shikwevereth shippis the just den judekat lovist brenda gjuxit tij. Kjo isht vertet. Kjo isht jeta real majra spiptarv. Jo numran rapportet progjegisis social, jo statistiken gazete. Ishtingen rif luftund veten pertem bechtur gelen sej gjoldet mermbechtur, paversist gjitha vistursev. Dissa minutum van, loljita dolin gjitoma mi agonen fjetern krat sej. Evendosis ration djepin improvisur minj delicatest pafun diukthin tamnen dinges. Perhert par, shikwe bisnikun mi dikat jeter per frixa pomos bisimit. Isht mernjoji prosir mi confusion. Felamanderit, the ejof just, duk ulern skagen jitter devenet, duk mbechternj distant sigurd. Ska pers. A shit mer. Po fall. Kisht ort trev kant. Nuk dejem fart bje. Zrai iloljetsu drut pek. Unpunoj se pastruis shipish, perk moej kisht pak pun. Parat meze down per kuran de faturat. Kisha pakt kursira per komsten tij, per kusham beroid dia per poka te kurkoja huan shupij, per mendoj skam shte per numrin gabur. Nuk ish gabim, the bisneku butsist. Isht saksist ashtu seduicht isht. Loljite shekwe mi skeptism. Jo nok mnjinai. Nuk njine djelentem. Pis du te benitkt. Askosh nuk bendeka til pedesher dekan kumbim. Bisneku umabstetten divan the shikwe tevenen njolas or ningalaxtia. Ne im rite vitm. Bebe ne braktisi kur isha davidji. Ejo punant trepun perdenden yushbim, roba shkol. Shumher ejo mabitej pen grundvant montaja. Ejo masois kur mont ndimostik ndimun. Pa bur zurum. Pa priter mernjoch. The gesten dimun, seps shit gijje duher perturber. Ne joich duket ket penj gruev just sekunchum, the loljita, zrei sejios but pek. Ishit. Ejo ishit gijithka permoa. Bisneku branch paus.
Jo yunde nge jeta para trvjech. Nge can sire. Nuk peti kohast vuantium, ishti shipecht. Purlanges brastate mat. Mvijin kik, the loljita, de kisht sinpuritetn zrin sej. Eta handruan hescht, perdissa est. Just, ejimi kisht filuert spart, duke paralejmruer argentnj dietri. Bisneku uten grit. Duhet shikoj. Pur parak sej, duet beat kartnjgij. Nkiska komst mjaftusham perdissa jev pelena. Dissa gidra kmant ndimogen. Perdorin pen jerfej. Nuk shit hoa. Nuk kine nevoj tekathene. Shitnj durat per agonen. Dinas kine nevoj perdika tjeter, numre am shitten cellularin tuaj tani. Mantum kurkone. Loljita yun grit gijithashtu, de perhert park kur a kisht mabriter, said sej you mabushin me lot. Nuk de set jo found roj. Kjo sit shum teprus sa kurkova. Shitten shums sa meritojet merja. Jo meritone gijithka de shum tepr. Jin jin kpuluftune per ta kujdazer per jelen tuaj. Nuk ka merit mad sik jo. Bisneku isay drichters de uk thin chert funded. Kujdizune per vitan, loljita. De kujdizune per agonen. Sai dine imrintem? Pete jo, bifashur. Aritat gijurmoja numrin. Mfaune per ndrahirjan. Mduicht degenis ishte vertet, nis nuk ishten donj mashtrim apodeka til. Loljita pohoi mi kuk, duk kuptur. Bisneku hapidern de dalin ruang tane kisht filuert zgjohij. Dissa finch po hapnen driterit, arome caves filoit parfumant edrin. Aherain maken de drichtoi mabrapst pern apartmenten tij luxos, per gjet gjith rugs, menjit tij ishitnet shipe modest, tiejo foshinjigumen fun mundate flint me barkun plot, tiejo en reef luftant me gjith forcat per titan djelet jet dingitos. Ndit passion, bisneku nuk mundi te hoot loljen di agonen inge menjit tij. Punant, meritpjes nblotje, nschkruant contrat a million election, princhpjes tij mabitej net shipe me blootzebeher. Don't ndimant mshum, per dinsi duhij ish discret I kujt ishum. Nuk mundij the jest ndrent jetni sh gruij the timponant dishern tij per ndimor. A jo kisht krenari, kisht dinjetet, di a respectant kthelsist. Kshtu, filoit lent gijreti dire sej. Gijitman hartnunges, gijitman manir discreet. Mishum product perfotionen, dissa robot regia, lodra educative perstachem promotionia gonet, ndunjer edinchkis mi fruta, piraim de yushpaimt tjura. Kur nuklent shinaimt shakrura, bit me says yanonaimt shakrura mi dur. Per agonen, mi dash shure. Govrit I fort di I lumter. Jin ein jin just sekunchum. Loljita, nige ns sej, vich gijitnji mi intriguerde, I prenant bates, pricker. A jo dint kush po I lent it utireta, nati rist. Nuk munt isht es kusht jitter. Per discretione, kujdisi pert mosi exposur, pert mosberg a joten deij, sanj maris lamosh, prick thel. A bur po trigunt sinpiratet. Dik jo tremt, sepse jo kisht masuren manirnt kiekt munchum si buret mi biram ishant reziksham, si gijitman donen dekan kumbim, si asjin jet nuk isht fellas. Njiming just shtun, loljit avendose si duij dint mshumpret merbers mysterios. I kurkoinj finjij kujdisij per agonen perdissa or de shkoinj internet kafen kender. Shikroi emrin tijen internet, emrin kishtpart shte per njinige kartet, kishtran accidentalist ngenj prijkisiv. Bisnik castrati. Resultated kurkimit lanpa frame. Bisneku nuk isht the jestnj sipramars. Isht njmanjet ein drtimit. Imre I tej lidij mi disan gesipramerjet mtmdat turans. Ndrtsa luxos, complex residentielt nivelet lard, pendra trekter. Kisht fotot tijen event bemersi, gijitman discret, gijitman svantam ashiv, kurduk kurkurvamenj. Artikusht permanent donationet tij anonym, pun tij social tester.
Njinjire kisht gijitkuk paraja mont blint, pervsigjit perdort pashuran tij, pertndimur eta kishin shum nevoj. Loljita dalingia internet kafanija mi kokn I rotolovij. Honoramidis bot ter ishit edim maths se kisht amagjinur. Jo, nj pastruis fitunt separat mabijatur, nj sipramers gundurtant rokafij. Far sheet burti jo. Pas interesohij perdigelin sej? Mernjojik ngent ishtu pamas, pergijidashtu shukrohij ngenj frik visuril. Freximos masohij miet ndim de pastej humbist. Freximos filont tverijdt bractis srish. Freximos bisant mercedes bilant, si kisht ngememt fashir. Poet pastate, loljita ishn parken math likenit principis sej mi agonen karak kurpebis nakan duk ekerdricht sej. Ishit veshern manir rastzor, tsensden jablost the gest, size daily vif shinen njpjist fighters. Kur shikimet tyro creepsuan, buskeshe the pershendite midur. Loljita nju zemren tyrate fort. Far rasti boker, the bisneku, duku afror. Amant ulam? Loljita breshenj dricht stolet pran karux. Agone ishits gjur, duk parmi curiositat bon rithtig mi sedtij tmtenge di expressive. Bisneku ul di shikwe faushnin mi butsait vertet. Shit ritter, kommentoi De shit shum I boker. Falam endirit. Yo pergjij loljita, meest tensionur. Duet je foundroj pergijithkov kin aber. Duritat, yo spimen, gijithka. Purm duet koptuj. Pisse. Bisneku hope sezet dealet die shikwe dricht perdricht. Seditij ishint stelsham, sinkert. Seps mandem. Seps kur pashmis tuij, njivasik jo isht jov duhijd bja. Nuk ka jitter proof kasej, loljita. Nuk dua esjin kumbim. Nuk kam kolaimt data. Ven doet jun dimoj juv diagonant ken ainj jetpack mlet. Pur jun nok jinai. An mont isha kushto. Mont isha duk ganjir, mont isha duk ju perdor. Mont ishit, prenoi bisneku. Pur nuk jinai. Ishon set tuaj, minuns se kujzen a perdjelen tuaj, n shippen tuaj pastor dirain detage pavrasists nuk ken a puthwajs esch. Jinange person mi character. Dingerzit til meritogent ndimohan. Loljita nju lot krifnonent benen. Nuk duat masoham mik the pastage ta humbas. Nuk duag agonate masohat the pastage juts dukinai. Kim a humber tasham shum njurzen jet. Bay I teach? Pete bisneku butsist. Loljita pohwe mi kuk, duk gultiter lungshin fight. Kur more veshu isha statsen duk. Vasinuk ish gated bujbeba, si unduij tes gjidjek vim. Blokwe numrintem, ndroi bitet. Kiurur. Manuk pata lejm. De paratij, patitjur, premtuan bon de vent donant perfitunen. Masovat mosu bisoch premtamift berev, vienrisht berev mi para. Bisneku mabitin hischt prinjmoment, duk processur etuf jol. I kuptuj timjin tuaj. Di kuptuj mosbizimen tuaj. Nuk dut premtoj si nuk dut stukum kur, seps premtamet is brasta nuk thun esch. Perdut jo trigoj, mi ve prime, sis jam ndrashi. Nuk kam natsitum. Mont shkojim ngadal. Ju kaktune ritman. Nastone yunt largoham, unlargoham. Nastone yunt vasdojt ndimoj, unvasdoj. Pa pression. Pa kurki sa. Loljita shikwe agonen, I silly tane povas gunt bisnikan mi inters fminor. Foshinjas gjeti krat vejil dricht tij, njgest spontan di I pafaisham. Bisnika shikwe loljin, duk kurkur lecht hester. Jo hezitwe vetnj sekund para sit pohant mi kuk. Bisneku more agonen kra mi kujts, mi delicatesen dekust we desipuma ben dikat moradet brist.
Faushenge shikwe mi curiositet, priku feitiern tij mi duart voglade, per haben loljets, lashoinst keshert vogel. Mendoj si ipelviet, commentoi ejo, minge busgischt en drogter vu shifak en bust sej. Fauschenjet kenj instinct, just sekunchen per njoren jerzet mir, the bisneku, duke perkunder agon en butsist. Eta nukle jogent mastrohen en gedukje apof jalt bukura. Eta en djigen. Loljita visagant sken minge prezierj emotionisch benuk man tai emertant plotsist. Kisht butseeti, ta bur I fubisham umabant jelen sej sekur, isht gijum nedersham bot. Kisht kojels. Kisht dekat sinpert ejo nuk isht monsieur ta shit. A ken e fmage? Pete ejo, duke kuptur si dint shumpak pert bur, kisht hern jitten sej njmanir kakt pazakont. Bisneku tundi koken, njhij trishtami pershkwe feitiern tij. Jo. Per pak sa nuk pata, shumviten par. Isha I fijuer, jeta im po filont shkont mern bezens, ejo mabite shtatsen. Ishan pielen stat, duke planific wergijithka, duke imagineur, sidut isht bisha baba. Per ejo paginj complication moejen tret di humbe faushenen. Isht shketruis per daini. Merit nia nuk imabijetoid imges. Cecily trechtui humgen, minirten drisham de profunduum duke u largur. Ejo marcha minj burt jittervitem van de taneka famij, mi sedai. Gidzohem pert. Sepermoa, us heitan punda kurum nuk lejova dictum afrohij kakshum. Dire tani? Piete loljita butsist. Bisneku shekwayet, pastej agonen, de buska she. Dire tani. Tekimetan park uben njruten funjevadi archum. Loljita the agonem abrinnen minges, de bisneku shvakij sekurtha jest poshitist rastsist. Eta basidonen per gijithka the esch. Ejo trigunt perdit sej se pastruis, familjet per silat ponant, historic kesherek de trishtik collectionant. Ein dent ditage per ponatij, per svedet drijtimet nj companit math, per vitment indient edi I refwarninge ponans the ortek. Loljita philoit sheet pertij pashures the position at shokra. Sheetingen jirek ishit return vistursi, njit urin the luften, unuk I kisht harur runjit tij paversist successit. Njinjirek trashtant pastrusen ndrutes tij, meet njisten respect, trashtant executive tij. Njinjirek preferant tant njberiken rug sis nj dark nj restaurant miij. Bisneku, nige ene tij, admirant forsen loljits. Ejo isht vet njzet katerviji, perzotrant njpjikurat farturen vistursi. Isht riter nshipe fiter, mi prender punterb gijitman kishin thexur runsen dinjititit the punsendersham. Kermabite staten motion njzet tervijir, prendrit sej, bizinter conservator, pant visitert prenonant ejo dut kishnj fmij jast martis. Largime isht idemsham, per loljitas juded jelen sej mabe gijithka. Eta en nuk njohan agonen, trigoi ejonj pastate, ndrusavas gonen foshen duk luechter minj rapetor shungjer shiu bisneku kishtjel. Now I'm telefonan donger, pets sai jam, per gjithman mi ets plot gjikim. Bay as uk. Pert, unterprova familjen. Seker rije djelet tem mi dashure the perkustem isht motiv perturb. Eta dut pendohan, the bisneku mi benj. Njdit dut koptoyen siken humber koft moor mi nepen ter pershkekt krenaris the paragjikimit. De dut duan te recuperognet ko, pernuk dut munden. Mendonis duet te kurkoj. Tentuj njrishikim tmerodnis? Mendoj si duet benayet vjuthat semra. Pernuk duet leipne per prenaminatir. Junuk kin ber ascht gabur. Kene passernj djil, pool ridne at djil mi dashira, duk punur ndersham per tjuma bachtur dive. Kjo sit motiv per krenari, jo perturb. Fjalta bisnika jihuan ti loljita per dit tre. Ejo kuptui sipo filont ta sheet vitan njimanirtan drasham. Joan sanj victim rithanev, per sanj luftir, per bolij mi dudit mi gutsam. Dinjpjiz ktij transformime iditiroij etij bure, ishich fakran jitten sej sanj angel I maskwar si sipermers.
Agone po ndreshant gijithashtu. Faushanja, par isht muket di kor pershkekt uris constant, tane po civiloich mer. Kisht mer pesh, lukura tij, kishten shkulthemt shindechem, sed tij shkulpinen inge curiositate di gizemi. De partsist kisht krajur njledj special mi besneken. Saharish shit, zgjat krat vegjel, lashant britme gizemi, de ketsoij vet kur ishten krat tij. Ajo du, commentoi loljit en deel, ndrusa iknin per park mi agonen fjetern krat besneked. Kur nuk kam part lidet kishtumi dik. Njinjashit reciproc, yo progjij besneku, duk shikwar foshenin mi butsait thel. Nuk data shipjigoj, loljita, per kur shikojet, njijnj lidjik shikon perdij logjiks. Sekurt ishit emin far manir. I dai getingelan I udichem. Nuk tingelan udichem, the ajo mees told. Tingelan bukur. Ishtnjit mart maburma kur gijithkan dreshoi. Loljita ishtn shipe, sepo kishtlar agonen kurvura resi a ishit mindset zekonist. Vendose dorn baulen I. Foshens din jun sitzen temperatures. Paniku I menjersham pushtoi. Agone kur nuk isht smurm par. Ajo nuk dint fartbent. Ida shirupen kunder temperatures kishten shipe, per ethet nuk ulashen. Foshenja philoid kant, njikarn dreshi, ningedhemja the spitzemi. Loljita telefonoin urgens nalagjes, per ishit nat the rada ishtumat. Ithensi duhijt prest or tre per to visitur. Org ajo ndient, si nuk I kisht. Payo mendur, more cellularen the formoi numren bisnaked. Duart idredation exshum se puthwages rosoi pagistjen. Ayo progjigjen zylan date. Loljita. A shit gijith kamer. Bisnik, agoni shit mi temperaturt lart the nuk de fartbij, shirupinuk po jeb effect de a po venshum de jam ag fricture. Fjalt down remudshum, prezira mi lot. Mer frame thel. Po vage tan a. Po nisem. De jet minuta. Zrai itij isht I fort, I segurt, saxist ajo kisht nevojt de junt. Bisneku mabritin pak si de jet minuta. Hiran shipe de shkoiderek to vendiku loljita isht mi agonen kra. Foshenja isht kub, duk van dopt, kartsist kik. Bisneku prikobalen tej de rote vetolet. Du shkojimen spital. Tan e. Merengendrus robash per de pervit. E.j. Perspitali public dut vonoj or tredia nuk campera per prevet, philoi loljita, per bisneku ndrpru butsist. Dut shkojum to pediatre prevet visitan nepintem. A shit I shkulthirdi ka kliniken t zona blokat. Mos yush spetso per parat tani. I runsishum shit kajdisame per agonen. Nmakin, ndrusa bisneku drichtant mi shkeftshn per rugt endten garkura, loljita mabent agonen de perpetuich tepetsant. Foshenjeren kont mi stolt, de dutingle itembin zemrenen sange godich thik. Dude betmer, thosht bisneku, duk alternur shikimen midis rugs de paspers kushitnen de jelen. Dr. Argeni sit my mere. Dut spiloj farka de duta kuroj. Klinika ishit discret per kartsist nivelet lard. Kermabrin, bisnekuth just folly mi receptionist and de minutum van, ishin njtam consult commode de pages mer. Dr. Argene, ishitnjabur reft gejast jetev, mi flukt thinger, shakimt stelsham de mi pervoj. Bisnek, sakopayo par, pershenditi a sipermersen, per shipecht perpendroiva mengenti agoni. De kush shitke luftar I vogel. Agone. Dejeli ein shupit shum special. Shit mi temperaturt lart nuk I progjigjet shirupid. Dr. Argenai examinoi agonen mi kustste competent. Verifikoi temperaturen vest, fighten, dejoi mushkrit. Loljita yo progjigjet piechift tej per symptomat, yushpimen, historiken. Majeku ishtai vermention de ketsus. Shitnj infection vesh, diagnostikoi aimem fund. Majaft I zekunchum te foshenjet kasej moshi. Dut perskruij antibiotic dinj anti-inflammator.
Mi trechtëmen duher, brenda 28 orëve du jet shumë mirë. Por duhet të monitorojmë. Duhet të shohësh pas 3 ditë. Logjitën gju lehtësimin, përmbyti trupin sej. Faleminderit, doktor. Shumë faleminderit. Në farmasit pren clinics, besneku blut gjitha e lehet përshkruara dhe disa gjërat që më gjeku suggeroj. Kur shkuan paguan në vizin, ai kishte zgjidhur gjithkën mënyrë diskret. Logjita jo përpokt protestant, për gjithë tëndi kokën. Sa gjo, logjita. Mlinit kujdisem përkët. Jo gjene më gjaftushëm I shvetsur. Nuk kene nevojë të shvetsohen ai edhe përparat. Në rrëng në këthimit principi, tashmi e gonin mi e lehet meradhëm të ketë, logjita kanë heshqën sedilgjën pasag gjirit. Nuk ishin lot të shprimi, për mërën gjo gjigj, lehtësimi, aingjë emotionev të thellë se nuk kisht fgjol për te përshkruar. Faleminderit, dhe e gjo kër më brinë përpera shqipës sej. Faleminderit vjo përgjigit në telefonin tem, let gjithë këdi urt, vjo kujdest për të sekurt ishit gjeli gjojgj. Kër nuk du të herojgjkët. Besneku shekwe minj intensitet breg zemra, logjet straightforward. Nuk kene nevojë të founderone. Isht saktësisht e ti ko dogjet ishe. Nuk ka vend ko dut preferojet ishe përvis këtu, duk gjëndimur gjuvdi agonin. E këmbëngullit hent brenda dhe të ndimont gjept dozen par të lejt. Hendroj dirisa u segurok foshenja ishit rihat dhe po flint. Vetëm atër ju përgetit për të largur. Dugij, dundreshim, më telefonone. Nuk ka rëndësi ora. Anvej, dhe e ti dira. I day. Dhe këgjo du të thotën shumë se mund të imaginone. Pas asaj nate, de ka ndryshoj midis tyre. Barriere padukshëm, logjita më band fillojt shembij. E gjo kaptuis besneku nuk isht në krysnem, nuk isht dikush don't profitant prujt sej. Isht dikush sinpirisht I shpetsur për mërkinien, sej dit gjellit sej. Dikush ti I sili e gjo mund të bisant. Tekimet në part vastuan, për tanin dugnin edin vend të gjyra. Besneku I drugant logjen the agonin shitich, e gjo kur nuk kisht imaginur tybent. Njishten, shkwen kopshten zoologic. Agone më bitej I mrekulur nga kafst, vienrisht majmant bënin grimasa kesherik. Logjita keshim shumë dit sisa kisht pesher në vajt. Në fan gjeft gjetër, vizituan musen shkenkeft natirs. Edipus agone ishit shumë I vogel për të kaptur, besneku donk eit fillant kisht përvogja pashruis hërd. Vet fgjol për të krygjur koqtime, shipgjegoi e. Edi nës e nuk I më ben mend mi vetëj, këtu përvogja formojnët e dut bet. Logjita fillojt kaptant si po shit besnekën në gjëmanir të ndreshëm. Nuk isht më vet mërn gjogjigën në dient. Ishit admirem. Isht dash shure. Isht dekog e gjo përpekvich të mohant, përvërajtij në du tekim, në du best, du hërf shitet bërët fuvishëm të jullëgjën gëgjëngjën tuk për të luajtër mi gjelen sej. Në që pastet deal, ishin ti parku I mat I tërënd. Agone ishin kratë besnekët, të duk vësëkuar rosat në laikën. Logjita I vësëgant në genj stol pren. Deal I po prendont, duk leir fielen min gjira portokolli dhe rose. Isht në skenet perfect, I bin në gjashëm min që familj të vërtet, sag zemra logjit së tembi. A gjen e mërë? Pete besneku, duk vënrë shqipërgjën. Fytyrën e saj. Isha thjesht duke menduar, tha ajo, e hezituar. Për atë se si jeta mund të ndryshoj në mënyra të papritura. Para 2 muajsh isha e vetme, e dëshpëruar, pa ditur se si do të arrija të ushqeja djalin tim. Dhe tani? Inkurajoj besniku. Dhe tani ndjej se kam dik. Që nuk jam më e vetme. Dhe kjo më tremb po aq sa më gëzon. Besniku ull pranë saj me agonin ende në krah. Pse ju tremb? Sepse kam frikë të mësohem. Kam frikë të filloj të varem nga kjo lumturi dhe pastaj ta humbas. Kam frikë të zgjohem një ditë dhe ju të jeni zhdukur, dhe unë të duhet t'i shpjegoj agonit pse ai burr që ai e do si baba nuk vjen më të na shoh. Lulieta, më shiko.
Ajo ngriti syt, duke ndeshur shikimin e tij të sinqertë. Unë nuk do të zhdukem. Nuk bëhet fjalë për bamirësi. Nuk bëhet fjalë për mëshirë. Bëhet fjalë për faktin se ju të dy jeni bërë pjesë thelbësore e jetës sime. Kur zgjohem në mëngjes, mendoj për ju. Gjatë ditës e gjej veten duke buzëqeshur duke kujtuar diçka qesharake që bëri Agoni ose diçka që tha të ju. Natën, para se të fle, falenderoj që mora atë mesazh të gabuar që ndryshoi gjithçka. Ju plotësuat një zbrazëti që as nuk e dija se e kisha. Por po sikur të mos funksionoj, po sikur të kuptoni se jemi botë shumë të ndryshme? Ju jeni një sipërmarrës i suksesshëm, frekuentoni vende që unë as nuk e di se ekzistojnë, njihni njerëz të rëndësishëm. Unë jam një pastruese me shkollë të mesme të papërfunduar që jeton në një shtëpi me qira ku tavani pikon kur bie shi. Dhe ju mendoni se kjo ka rëndësi për mua? Pyeti besniku, me zërin e tij të ngarkuar me emocion. Lulieta, kalova 15 vitet e fundit i rrethuar nga njerëz të nivelit tim shoqëror. Gra me diploma nga universitete të shtrenjta, karriera brillante, rroba të shtrenjta. E dini çfarë u mungonte të gjithave atyre? Autenticiteti. Karakteri. Forca e vërtetë. Ju keni më shumë vlerë në gishtin tuaj të vogël se sa të gjitha ato së bashku. Ju rritni një fëmijë e vetme, punoni fort, ruani dinjitetin tuaj edhe në rrethanat më të këqija. Kjo është shumë më mbresëlënëse se sa çdo diplom apo llogari bankare. Lotët rridhnin në fytyrën e Lulietës. Nuk e di nëse e meritoj këtë. Nuk e di nëse ju meritoj juve. Ju e meritoni këtë dhe shumë më tepër. Dhe unë do të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke ju vërtetuar këtë, nëse më lejoni. Zemra e Lulietës rrite aq fort sa ishte e sigurt se ai mund ta dëgjonte. Çfarë po thoni? Po them se jam dashuruar me ju. Nuk e di saktësisht se kur ndodhi. Ndoshta ishte atë natë të parë, kur pash forcën dhe vulnerabilitetin të përziera në sytë tuaj. Ndoshta ishte në park, kur qeshët për herë të parë dhe bota u duk më e ndritshme. Ose ndoshta ishte graduale, pak nga pak çdo ditë, derisa një ditë u zgjova dhe kuptova se ju dhe Agoni ishit gjithçka që doja. Nuk po kërkoj asgjë tani. Vetëm po tregohemi sinqert për atë që ndjej. Lulieta mbeti pa fjalë. Një pjesë e saj donte të vraponte, të mbronte zemrën e saj, të shmangte mundësinë për t'u lënduar sërish. Por një pjesë më e madhe, një pjesë që ishte lodhur duke pasur frikë, donte t'i dorëzojë asaj ndjenje, të besonte se historitë e dashurisë së vërtet mund të ndodhnin në jetën reale, jo vetëm në filma. Edhe unë po dashurohem me ju, pranoi ajo më në fund, me zërin që i dridhej. Dhe kjo më tmerron sepse jam lënduar më parë, kam besuar në premtime që nuk u mbajtën. Por kur jam me ju, kur shoh se si e trajtoni djalin tim, si më trajtoni mua, dua të besoj se është e mundur. Dua të besoj te ne. Besniku mbajti dorën e saj duke ndërthurur gishtat. Agoni, sikur të kuptonte rëndësinë e momentit, shikoi të dy dhe lëshoi një të qeshur, duke rrahur duar. Ata qeshën, tensioni u thye. Mund të shkojmë ngadalë, sugjeroi besniku. Pa nxitim. Duke e ndërtuar këtë së bashku në ritmin ton. Çfarë mendoni? Mendoj se po. Mendoj se dua të provoj. Në javët në vazhdim, marrëdhënia midis tyre lulëzoi në një mënyrë natyrale dhe të bukur. Besniku vazhdoi të ishte respektues, kur duke bërë presion, gjithmonë duke lënë Lulietën të vendoste kufi. Ai kuptonte se ajo kishte nevojë për kohë për të besuar plotësisht, për të besuar se kjo ishte reale dhe e qëndrueshme. E dërgonte në darka në vende të thjeshta ku ajo ndihej rehat. Piceri, restorante lagjeje, qebaptore. Vende ku mund të bisedonin pa peshën e ambienteve shumë formale. Ajo gradualisht filloi të haprej më shumë, duke treguar për ëndrat e saj, frikrat e saj, shpresat e saj për të ardhmen e Agonit. Dua që ai të studioj, thoshte ajo një natë, ndërsa ndanin një picë në një restorant modest. Dua që ai të ketë të gjitha mundësitë që unë nuk i pata. Dua që të zgjedhë atë që dëshiron të bëhet, jo nga nevoja, por nga pasioni. Ai do t'i ketë të gjitha këto, siguroi besniku. Do të garantoj unë personalisht. Nuk është përgjegjësia juaj, protestoi Lulieta, duke luftuar ende kundër zakonit për të refuzuar ndihmën. E po sikur të dua të jetë? Po sikur të dua të jem pjesë e jetës së tij në çdo mënyrë të mundshme?
Lulieta e shikoi atë, zemra po I rrite fort. Çfarë po sugjeroni? Po sugjeroj se ndoshta është koha të ndalojmë së bëri sikur kjo është e përkohshme. Po sugjeroj që të pranojmë se ajo që kemi është speciale, është reale dhe meriton të merret seriozisht. Besnik. Nuk keni nevojë të përgjigjeni tani. Vetëm mendoni për atë që thash. Mendoni për mundësinë e ndërtimit të diçkaje të përhershme së bashku. Ju, unë dhe Agoni. Një familje e vërtetë. Fjala familje jehoi në mendjen e Lulietës për ditë të tëra. Ishte gjithçka që ajo kishte dashur gjithmonë për djalin e saj. Një familje e qëndrueshme, e dashur, e pranishme. Dikush që të ishte një figurë atërore, që t'i mësonte gjërat nga burri te burri, që të ishte aty për të gjitha momentet e rëndësishme. Dhe besniku ishte tashmë kjo. Tashmë e trajtonte Agonin si djalë. Tashmë ishte I pranishëm në çdo etapë të zhvillimit të foshnjës. Një mëngjes, Lulieta u zgjua me një qartësi absolute. Mori telefonin dhe telefonoi besnikun. Mirë mëngjes, u përgjigj ai, me zërin ende të ngjirur nga gjumi. Dua të provoj, tha ajo pa rrotullime. Dua të ndërtoj një familje me ju. Dua që të jemi real, zyrtar, të vërtetë. Nuk e di se si do të jetë, nuk I di të gjithë hapat, por di që dua të provoj. Me ju. Heshtja në anën tjetër të linjës zgjati vetëm pak sekonda, por u duk si një amshim. Pastaj. Besniku u përgjigj me zërin e ngarkuar me emocion. Sapo më bë të burrin më të lumtur në botë. Vendimi I Lulietës për të dorëzuar plotësisht në atë marrëdhënie shënoi fillimin e një faze të re në jetët e tyre. Besniku, respektues si gjithmonë, nuk nxitoi asgjë. Vazhduan të takoheshin rregullisht, por tani kishte një lehtësi të ndryshme midis tyre. Jo më tensioni I pasigurisë, por qetësia e dikujt që e di se po ndërton diçka solide. Ishte besniku ai që sugjeroi që Lulieta të njihte apartamentin e tij. Nuk dua që të ndjeheni e presionuar, tha ai me kujdes. Por do të dëshiroja që të shinit ku jetoj, të njihni më shumë për jetën time. Mund të shkojmë gjatë ditës, kur të ndiheni rehat. Lulieta pranoi, kureshtare por edhe nervoze. E dinte se apartamenti do të ishte luksoz, por asgjë nuk e përgatiti për realitetin. Kur dyert e ashensorit privat u hapën direkt në hollin e hyrjes së apartamentit, ajo mbeti pa fjalë. Hapësira ishte gjigante, me dritare nga dyshemeja në tavan që ofronin një pamje panoramike të Tiranës. Mobilje dizajni, vepra arti në mure, një dekorim I patëmet që dukej sikur kishte dalë nga një revistë. Është shumë I madh, komentoi ajo, duke mbajtur Agonin në krah, duke u ndier e vogël në atë ambient gjigant. Është I zbrazët, korrigjoi besniku, duke shikuar rreth e rrotull sikur ta shihte vendin për herë të parë. Gjithmonë ka qenë vetëm një vend për të fjetur. Kur nuk ka qenë një vatër. Një vatër ka nevojë për jetë, për të qeshura, për dashuri. Kjo këtu është vetëm një apartament I shtrenjtë. Ai e dërgoi të njihte çdo dhomë. Zyrën e mbushur me rafte librash, kuzhinën moderne që ai rrallë e përdorte, terracën me kopsht ku mund të instalonte lodra për Agonin. Dhe pastaj, me pak hezitim, hapi derën e një dhome që e mbante gjithmonë të mbyllur. Ishte një dhomë e dekoruar për foshnjë. Djep druri fisnik, lodra delikate mbi të, një koltuk për gjithënje në kënd, rafte me disa kafshë pellushi ende me etiketa. Gjithçka e mbuluar nga një shtresë e hollë pluhuri, e ngrirë në kohë. Duhej të ishte dhoma e djalit tim, shpjegoi besniku, me zë të rëndë. Kur e fejuar ai me humbi foshnjën, unë nuk munda ta çmontoja këtë. E mbylla derën me çelës dhe kur më nuk hyra. Deri sot. Lulieta ndjeu lot në sy. U afrua te besniku dhe mbajti dorën e tij. Ai do të ishte dashuruar shumë. Do të ishte, pohoi besniku. Por ndoshta gjithçka ndodh për një arsye. Ndoshta më duhej të prisja. Të prisja për ju. Të prisja për Agonin. Duke shikuar dhomën, një ide filloi të formohej në mendjen e besnikut. E po sikur ta transformonim këtë hapësirë në diçka të re? Jo të fshim të kaluarën, por ta nderojmë atë duke krijuar një të ardhme. Mund ta ridekorojmë së bashku, ta bëjmë këtu dhomën e Agonit kur të jeni këtu. Kur të jemi këtu? Përsëriti Lulieta, e befasuar. Në fund të fundit. Kur të ndiheni gati. Jo tani, jo nesër.
por një ditë shpresoj që ju dhe Agoni ta bëni këtë apartament ose çdo shtëpi që do të zgjedhim së bashku, vatrën tonë. Propozimi ishte joshës dhe i frikshëm në të njëjtën kohë. Lulieta ende jetonte në shtëpinë e saj të vogël me qira, ende punonte si pastruese, ende ruante pavarësinë e saj. Ideja e zhvendosjes në atë botë luksi e bënte të pasigur. Kam frikë të humbas atë që jam, rrëfeu ajo. Kam frikë se mos bëhem dikush që nuk e njoh. Ju kur nuk mund të pushonit së qeni vetvetja, siguroi besniku. Thelbi juaj, forca juaj, karakteri juaj, kjo nuk ndryshon për shkak të adresës apo llogarisë bankare. Dhe unë kur, asnjëherë, nuk do të dëshiroja që ju të ndryshonin. Është saktësisht ajo që jeni që më bëri të dashurohem. Në javët në vazhdim, ata punuan së bashku në transformimin e dhomës. Lulieta zgjodhi ngjyra të gëzueshme, tema edukative, dekorime që stimulonin zhvillimin e fëmijës. Besniku punsoi profesionistët më të mirë, por ishte Lulieta ajo që i dha shpirt hapësirës. Çdo detaj pasqyronte dashuri dhe kujdes. Ndërkohë, rutina e të treve vazhdonte të konsolidohej. Besniku filloi ta merrte atë nga puna disa herë në javë. Njohu familjet për të cilat ajo punonte dhe, në mënyrë diskrete, u sigurua që ato ta vlerësonin siç duhet, duke sugjeruar rritje pagash që pasqyronin cilësinë e shërbimit të saj. Lulieta kur nuk e mori vesh se ishte ai pas këtyre përmirësimeve. Agoni mbushi 9 muaj dhe ishte gjithnjë e më i shkathët dhe aktiv. Filloi të zvarritej, të eksploronte botën rreth tij me kuriozitet të pangopur. Dhe besniku ishte i pranishëm në çdo hap të rëndësishëm. Ishte ai që pa hapat e parë të lëkundur të Agonit, duke e mbajtur foshnjën nga duart e vogla dhe duke festuar sikur të ishte arritja më e madhe në botë. Epe, thëriste besniku me më shumë entuziazëm se vet Agoni. Ai eci. 4 hapa. Lulieta, epe? Ajo qeshte me entuziazmin e tij, me dashurinë e pastër dhe të sinqertë që shfaqej në çdo gjest. Ishte e pamundur të mohoje që besniku e donte Agonin siç një baba do një djalë. Dhe Agoni përgjigjej me të njëjtin intensitet, duke e thirrur besnikun Beni në përpjekjen e tij fëminore për të shqiptuar emrin. Ishte një të premte mbrëma, gjatë një darke të thjeshtë në shtëpinë e Lulietës, që besniku solli në bisedë një çështje delikate. Duhet të bisedojmë për të ardhmen e Agonit, filloi ai, duke i zgjedhur fjalët me kujdes. Konkretisht për situatën e tij ligjore. Lulieta u tensionua. Çfarë doni të thoni? Emri i babait të tij nuk është në certifikatën e lindjes, apo jo? Nuk është. Ai u zhduk para se Agoni të lindte. Kur nuk tregoi interes për të qenë baba. Dhe kjo ju shqetëson? Për të ardhmen e tij? Sigurisht që më shqetëson. Agoni do të rritet dhe do të bëj pyetje. Do të doj të di kush është babai, pse ai nuk është i pranishëm. Dhe unë nuk di se si do t'i shpjegoj që babai i tij thjesht nuk deshi t'ia di për ekzistencën e tij. Besniku mori frym thellë, duke u përgatitur për atë që do të thoshte. E po sikur ai të kishte një baba të pranishëm? Dik që e do, që është këtu çdo ditë, që dëshiron të jetë pjesë e çdo momenti të jetës së tij? Dik që dëshiron të marrë zyrtarisht këtë përgjegjësi? Lulieta e shikoi atë, zemra po i rrite fort. Besnik, çfarë po thoni? Po them se dua të adoptoj Agonin. Dua të jem ligjërisht baba i tij. Dua që ai të ketë emrin tim, të drejtat e mia, mbrojtjen time të plotë. Jo vetëm si një figurë atërore jo formale, mas si baba në fakt dhe në ligj. Lotët ranë. Lirshëm në fytyrën e Lulietës. A jeni i sigurt? Është një përgjegjësi gjigante. Është për gjithmonë. Jam absolutisht i sigurt. Lulieta, unë tashmë e dua këtë djalë sikur të ishte djali im biologjik. Tashmë mendoj për të si për djalin tim. Tashmë planifikoj të ardhmen time duke e përfshirë atë në çdo hap. E vetmja gjë që mungon është letra zyrtare. Dhe unë e dua atë letër. Dua të kem mundësinë të marr vendime mjekësore nëse është e nevojshme, dua të jem në gjendje ta regjistroj në shkollë, dua që ai ta di, pa asnjë hije dyshimi, se ka një baba që e zgjodhi, që e deshi, që luftoi për të qenë pjesë e jetës së tij. Po sa për ne? Po sikur një ditë të mos funksionoj midis nesh? A do ta dëshironit ende këtë përgjegjësi? Besniku mbajti duart e saj fort.
Lulieta, më duhet t'ju them diçka të rëndësishme. Marrëdhënia ime me Agonin nuk varet nga marrëdhënia ime me ju. Sigurisht që shpresoj me gjithë zemër që ne të qëndrojmë bashkë për gjithmonë. Por nëse, për ndonjë arsye që nuk mund ta imagjinoj, nuk qëndrojmë, unë ende dua të jem babai i Agonin. Ende dua të jem pjesë e jetës së tij. Ky zotim është me të, pavarësisht çdo gjëje tjetër. Deklarata e preku Lulietën thellësisht. Nuk bëhej fjalë për ta zotëruar atë përmes djalit. Bëhej fjalë për ta dashur sinqerisht atë fëmijë, pavarësisht rrethanave. Më duhet të mendohem, tha ajo, duke procesuar ende gjithçka. Nuk është se nuk kam besim te ju. Është se kjo është diçka e madhe. Është të ndryshosh ligjërisht jetën e djalit tim. Më duhet të jem e sigurt se është më e mira për të. E kuptoj plotësisht. Mendohuni me qetësi. Nuk kam nxitim. Oferta nuk ka afat skadence. Lulieta kaloi ditët në vazhdim duke u menduar. Bisedoj me disa shoqe të afërta, me fqinjen që kujdesej për Agonin ndonjëherë, madje edhe me ishmësuesen e saj të shkollës së mesme. Të gjitha i thanë të njëjtën gjë. Agoni ishte me fat. Kishte një burr të mrekullueshëm që donte të bëhej babai i tij. Një burr që jo vetëm kishte burime për t'i dhënë një jetë komode, por që sinqerisht e donte. Vendimi u kristalizua një pasdite kur Lulieta ishte në park me Agonin. Foshnja pa një burr duke luajtur me top me një fëmijë më të rritur dhe tregoi me gëzim. Beni. Beni. Thiri ai, duke ngatëruar çdo burr të gjatë me figurën atërore që njihte. Në atë moment, Lulieta e kuptoi. Agoni tashmë e shihte besnikun si baba. Dhe t'i mohoje atij zyrtarizimin e kësaj marrëdhënieje do të thoshte t'i mohoje djalit të saj sigurinë dhe dashurinë që ai meritonte. Atë natë, telefonoi besnikun. Dua që ta adoptoni Agonin. Dua të jeni babai i tij zyrtarisht. Ai tashmë ju do si baba. Ju tashmë e doni si djalë. Le ta bëjmë këtë zyrtare. Gëzimi në zërin e besnikut ishte i prekshëm. A jeni e sigurt? Absolutisht. Absolutisht. Le të fillojmë procesin. Muajt në vazhdim u mbushën me letra, intervista me punonjës social, vizita në shtëpi. Procesi i birësimit ishte kompleks, por besniku punësoi avokatët më të mirë për t'u siguruar që gjithçka të bëhej saktë. Gjatë gjithë procesit u bë e qartë për të gjithë të përfshirët se kjo ishte një situatë speciale. Një burr që sinqerisht donte të bëhej baba, një nën që e mbështeste plotësisht vendimin dhe një fëmijë që qartësisht kishte një lidhje të thellë me babain e ardhshëm birësues. Ishte gjatë kësaj periudhe që besniku kuptoi se mungonte një pjesë thelbësore në mozaik. Ai dhe Lulieta po ndërtonin një familje, por nuk ishin zyrtarisht bashkë. Ai e donte atë me çdo fibër të qenies së tij. Donte të kalonte pjesën tjetër të jetës pranë saj. Dhe donte ta bënte këtë në mënyrën e duhur, tradicionale, me gjithë zotimin dhe seriozitetin që ajo meritonte. Filloi të planifikonte në fshehtësi. Bisedoi me argjendar, zgjodhi unazën më të bukur që gjeti. Jo më të shtrenjtën, por më domethënësen. Një rreth flori të bardhë me një diamant modest, delikat, perfekt për gruan praktike dhe pa mendje madhësi që Lulieta ishte. E planifikoi momentin me kujdes. Nuk donte asgjë të bujshme apo publike që do ta bënte atë të ndihej keq. Donte diçka intime, speciale, plot kuptim. Zgjodhi parkun ku u takuan për herë të parë pas asaj nate me shi. Ku ndërtuan themelet e marrëdhënies së tyre. Ku Agoni dha hapat e parë. Ku ndodhen aq shumë biseda të rëndësishme. Një të shtunë pasdite e ftoi Lulietën për një piknik. Ajo e quajti të çuditshme, pasi kur nuk kishin bërë diçka të tillë më parë, por pranoi e intriguar. Besniku përgatiti gjithçka personalisht. Një shport me gjëra të shijshme që e dinte se ajo i donte. Byreçka, ëmbëlsira, fruta të freskëta, lëng natyral. Një mbulesë me katror për ta shtruar në bar. Disa lodra për Agonin. Zgjodhen një vend në një pemë të madhe, me pamje nga liçeni ku zakonisht ushqenin rosat. Agoni luante me gëzim me lodrat e reja që besniku kishte sjell. Lulieta kafshonte një copë byrek dhe vëzhgonte skenën me kënaqësi. Kjo është perfekte, komentoi ajo. Nuk kam nevojë për restorante të shtrenjta apo festa luksoze. Kjo këtu, ne të tre, është gjithçka që më nevojitet.
Është saktësisht për këtë arsye që të dua, tha besniku, me zërin e ngarkuar me emocion. Ai u ngrit dhe, për habin e Lulietës, u ul në gjunjë në bar përpara saj. Nxori nga xhepi një kuti të vogël prej kadifeje blu. Zemra e Lulietës rahu fort. Lulieta Hoxha, filloi ai, me zërin që i dridhej pak, para disa muajsh, mora një mesazh që ndryshoi jetën time plotësisht. Mendova se ishte një gabim, një reng i fatit. Por tani e di që ishte universi, ose Zoti, ose çfarëdo që udhëheq jetët tona, duke më drejtuar atje ku gjithmonë duhej të isha. Me ju. Me Agonin. Duke ndërtuar një familje. Lotët tashmë rridhnin në fytyrën e Lulietës. Agoni, duke kuptuar se diçka e rëndësishme po ndodhte, ndaloi së luajturi dhe vëzhgonte me sytë e tij të mëdhenj dhe kureshtar. Ju më mësuat se çfarë është dashuria e vërtetë. Jo dashuria e filmave, perfekte dhe pa komplikime. Por dashuria reale që ndërtohet ditë pas dite, që te i kalon frikërat dhe pasiguritë, që zgjedh të qëndroj edhe kur do të ishte më e lehtë të largohej. Ju më treguat se pasuria nuk ka të bëjë fare me paratë. Që një person mund të ketë gjithçka dhe të mos ketë asgjë, ose të mos ketë asgjë dhe të ketë gjithçka. Dhe ju, me forcën tuaj, dinjitetin tuaj, dashurinë tuaj të pakushtëzuar për djalin tuaj, ju keni gjithçka që vërtet ka rëndësi. Besniku hapi kutin, duke zbuluar unazën delikate që shkëlqente në dritën e pasdites. Martohu me mua, Lulieta. Më lër të jem jo vetëm babai i Agonit ligjërisht, por burri yt zyrtarisht. Na lër të ndërtojmë një familje të vërtetë, me letra, zotime, premtime. Nuk premtoj një jetë perfekte, sepse perfeksioni nuk ekziston. Por premtoj të jem pranë teje në çdo moment, të mirë dhe të keq. Premtoj të të nderoj, të të respektoj, të të dua ty dhe Agonin çdo ditë të jetës sime. Martohesh me mua? Lulieta po qante aq shumë sa mezi arrinte të fliste. Duart i dridheshin. Zemra i rrihte aq fort sa i dhembi. Ajo shikoi besnikun, unazën, Agonin që vëzhgonte skenën me interes fëminor dhe pastaj sërish besnikun. Po, arriti ajo të thoshte më në fund. Po, martohem me ju. 1000 herë po. Besniku e rëshiti unazën në gishtin e saj. Përputhej në mënyrë perfekte, sikur të ishte bërë posaçërisht për të gjë që në fakt ishte bërë. Ai u ngrit dhe e tërhoqi në një përqafim të ngushtë. Agoni, duke mos dashur të mbetej jashtë, zgjati krahët e vegjël dhe të dy e përfshin në përqafim, të tre bashk, të bashkuar, një familje në çdo kuptim. Beni. Mami. Gëzoi Agoni, duke rrahur duart, sikur të kuptonte rëndësinë e atij momenti. Saktësisht, kampion, tha besniku, duke e marrë në krah. Tani jemi një familje e vërtetë. Babi, mami dhe ti. Fjalët babi dhe mami tingëlluan aq natyrshëm, aq drejt, sa që Lulieta ndjeu një paqe të thellë të përmbyste zemrën e saj. Për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu se ishte saktësisht aty ku duhej të ishte. Në ditët në vazhdim, filluan përgatitjet për dasmën. Lulieta donte diçka të thjeshtë, intime. Nuk donte spektakël apo mburje. Besniku pranoi plotësisht. Në fund të fundit, ajo që kishte rëndësi nuk ishte madhështia e ngjarjes, por kuptimi i zotimit që po merrnin. Vendosën ta bënin ceremoninë në një kishë të vogël që Lulieta frekuentonte her pas here, në lagjen ku jetonte. Ishte një vend i thjeshtë, me stola druri dhe dekorim modest, por ishte aty ku ajo ndihej si në shtëpi, ku ndihej pranë Zotit. Lista e të ftuarve ishte e vogël. Disa kolegë të afërt të besnikut, shoqet pastruese të Lulietës, fqinja që kujdesej për Agonin, doktor Arjani dhe bashkëshortja e tij. Dhe, pas shumë hezitimi, Lulieta vendosi të ftonte prindërit e saj. Mund të ndodhë që të mos vinë, i tha ajo besnikut, me zërin e ngarkuar nga dhimbja e vjetër. Mund të refuzojnë. Por më duhet të provoj. Më duhet t'u jap mundësinë të njohin nipin, të shohin që kam ndërtuar një jetë të mirë, dinjitoze. Çfarëdo që të jetë vendimi i tyre, do të jem pranë jush, siguroi besniku. Ftesa u dërgua. Një javë kaloi në heshtje. Lulieta tashmë kishte hequr dorë nga marrja e përgjigjes kur, një pasdite, celulari i saj ra. Ishte nëna e saj. Lulieta? Zëri i gruas më të moshuar tingëllonte ndryshe, më pak i ashpër, më i bull. Nën. E morëm ftesën. Babai yt dhe unë biseduam shumë. Për gjithçka.
për mënyrën se si të trajtuam, për zgjedhjet që bëm. Pati një pauzë të gjatë. Ishim shumë të ashpër me ty, shumë gjykues. Dhe humbëm kohë të çmuar me nipin ton për shkak të krenarisë dhe paragjykimit. Nëse ende dëshiron që ne të vim në dasmë, do të dëshironim shumë të ishim aty. Dhe të njihnim agonin. Dhe këtë burr që do të bëhet dhëndri ynë. Lulieta e mbajti telefonin me aq forcë sa gishtat ju zbardhën. Do të dëshiroja shumë që të vinin. Shumë vërtet. Atëherë do të jemi aty. Dhe Lulieta më fal. Për gjithë shka. Dita e dasmës zbardhi me një qiell blu të kthjellët pa asnjë re. Lulieta u zgjua herët në shtëpinë e një shoqeje, ku kishte kaluar natën sipas traditës. U shikua në pasqyrë ndërsa shoqja i rregullonte fustanin e saj të thjesht por të bukur, të bardhë, me dantelë delikate që besniku kishte këmbëngulur ta paguante, i zgjedhur nga ajo në një dyqan modest të qendrës. Dukesh e mrekullueshme, tha shoqja, duke rregulluar vellon e shkurtër. Jam nervoze, pranoi Lulieta. Po sikur të jetë e gjitha një ëndër. Po sikur të zgjohem dhe të zbuloj se asgjë nga kjo nuk është reale. Është reale. E pash mënyrën se si ai burr të shikon. Është tepër reale. Në kish, besniku priste në altar me agonin në krah. Foshnja ishte veshur me një kostum të vogël që e bënte të dukej si një zotëri në miniaturë. Ishte i shqetësuar, duke parë nga dera, duke pritur nënën e tij. Të ftuarit ishin të paktë, por secili aty i pranishëm do të thoshte diçka speciale. Doktor Arjani dhe bashkëshortja që ndoqën rrugëtimin e shëndetit të agonit. Shoqet pastruese të Lulietës që e mbështetën në momentet më të vështira. Fqinja e sjellshme që aq herë u kujdes për foshnjën. Dhe, në stolin e fundit, me shprehje të përziera pendimi dhe shprese, prindërit e Lulietës. Kur muzika filloi dhe Lulieta u shfaq në derën e kishës, besniku ndjeu ajrin t'i mungonte në mushkëri. Ajo ishte rrezatuese. Jo nga fustani apo tualeti i thjesht, por nga shkëlqimi në sy, nga buzëqeshja e sinqertë, nga paqja që buronte nga gjithë qenia e saj. Agoni, kur pa nënën, filloi të lëvizte në krahët e besnikut, duke dashur të shkonte te ajo. Mami. Mami. Thëriste ai, duke zgjatur krahët e vegjël. Lulieta qeshi përmes lotëve dhe përshpejtoi hapin. Kur mbërriti në altar, besniku u ul që agoni të mund ta përqafonte. Të tre u bashkuan në një përqafim dhe vetëm pas kësaj, prifti filloi ceremoninë. Jemi mbledhur këtu, filloi prifti me zërin e tij të ngrohtë që mbushte kishën e vogël për të festuar bashkimin e dy shpirtrave që u gjetën në një mënyrë të pazakontë, por që qartësisht ishin të destinuar të ishin bashkë. Besniku dhe Lulieta, ju keni zgjedhur njëri tjetrin jo vetëm si partner, por si familje. Dhe ky fëmijë, ai bëri shenjë drejt agonit, është prova e gjallë se dashuria e vërtet nuk njeh kufi apo kushte. Zotimet ishin të thjeshta por thellësisht emotive. Besniku foli i pari, me zërin e tij të fortë pavarësisht lotëve që rridhnin lirshëm. Lulieta, kur mora atë mesazh gabimisht, nuk e imagjinoja se po merrja dhuratën më të madhe të jetës sime. Ju më mësuat se vatra nuk është një vend, por njerëz. Që pasuria nuk është ajo që kemi në bank, por ajo që kemi në zemër. Premtoj të dua ty dhe agonin çdo ditë të jetës sime. Në ditët e mira dhe në ditët e vështira. Në shëndet dhe në sëmundje. Në pasuri dhe në varfëri, edhe pse kjo pjesa e fundit nuk është shumë e mundshme, bëri ai shaka, duke nxjerrë të qeshura nga kongregacioni i vogël. Premtoj të jem burri që meriton dhe babai që agoni meriton. Sot dhe përgjithmonë. Lulieta fshiu lotët para se të fillonte të fliste, por të tjerë erdhën para se të hapte gojen. Besnik, ju u shfaqet në jetën time kur isha në fund të pusit, kur nuk shija rrugdalje, kur mendoja se do të më duhej të përballesha me gjithçka e vetme përgjithmonë. Por ju jo vetëm që më ndihmuat materialisht. Ju më treguat se isha e denjë për dashuri, se isha e fortë, se mund të ëndërroja për një të ardhme më të mirë për mua dhe për djalin tim. Premtoj të jem gruaja që meritoni, partnerja që do t'ju mbështes në çdo moment. Premtoj t'ju nderoj, t'ju respektoj dhe t'ju dua me gjithë zemër. Ju zgjodhët të jeni baba i agonit kur nuk kishit asnjë detyrim ta bënit, dhe kjo më tregoi llojin e burrit që jeni. Një burr me karakter, me nder, me dashuri të vërtetë. Jam e bekuar që ju kam në jetën time dhe do të kaloj çdo ditë duke vërtetuar se jam e denjë për këtë bekim. Nuk kishte asnjë sy të thatë në kishë.
Madje edhe priftit ju desh të bënte një pauzë për të mbledhur veten para se të vazhdonte. Për fjalët e thëna, për zotimet e bëra dhe për dashurinë që qartësisht ekziston midis jush, unë ju shpall burr e grua. Mund ta puthni nusen. Besniku mbajti fytyrën e luljetës delikatesë dhe e puthi me butësi. Agoni, ende midis tyre, rahu duart dhe qeshi, i magjepsur nga skena. Të ftuarit duart trokitën, disa duke qarë hapur. Pas ceremonisë, pati një pritje të vogël në një sallë të thjeshtë pranë kishës. Tortë shtëpie e bërë nga shoqet e luljetës, ushqime tradicionale, pije dhe lëngje. Asgjë e ndërlikuar, por plot dashuri dhe gëzim. Agoni ishte qendra e vëmendjes, duke u zvarritur midis të ftuarve, duke shpërndar buzëqeshje dhe duke fituar zemra. Ishte gjatë pritjes që prindërit e luljetës më në fund u afruan. Nëna e saj, një grua e moshës së mesme me flokë të thinjur dhe sy të njëjtë me të bijës, shikoi Agonin me lopë që rridhnin në fytyrë. A mund ta mbaj? Pyeti ajo me ndrojtje. Luljeta hezitoi vetëm një sekond para se të pohonte me kokë. Nëna e saj e mori Agonin në krah dhe e shikoi sikur po shihte një mrekulli. Është i bukur. I përsosur. Dhe unë humba aq shumë kohë. Por nuk keni nevojë të humbisni më, tha Luljeta butësisht. Ai është këtu. Ne jemi këtu. Babai i saj, një burr me pamje të ashpër që tani dukej thjesht i vjetër dhe i lodhur, u afrua gjithashtu. Luljeta, unë nuk di si të kërkoj falje për atë që bëm. Për mënyrën se si të trajtuam. Ti po kalonit një moment të vështirë dhe, në vend që të mbështetnim, të gjykuam. Të larguam kur kishe më shumë nevojë për ne. Baba. Jo, më lër të mbaroj. Ti vërtetove se je më e fortë se sa unë isha kurrë. E rrite këtë djalë e vetme, punove fort, ruajte dinjitetin tënd. Dhe gjetët një burr të mirë që të do vërtet. Jam krenar për ty, duhet ta kisha thënë këtë kohë më parë, por po e them tani. Jam shumë krenar për ty. Luljeta përqafoi baban, vite mërish dhe pakënaqësisht filluan të treten. Nuk do të ishte një proces i menjëhershëm. Do të duhej kohë për të rindërtuar atë marrëdhënie. Por aty, në atë moment, ishte një fillim. Besniku vëzhgonte skenën nga larg, i lumtur duke parë Luljetën duke u pajtuar me prindërit. Doktor Arjani u afrua tek ai, duke i vendosur një dorë në supin e tij. Keni bërë diçka shumë speciale këtu, besnik. Ndërtuat një familje nga asgjëja. I dha të kësaj gruaje dhe këtij fëmije diçka që paraja nuk mund ta blej. Ata më dhanë shumë më tepër se sa u dhash unë atyre, u përgjigj besniku. Më dhanë qëllim. Më dhanë një arsye për të zgjuar i lumtur çdo mëngjes. Më dhanë një vatër të vërtetë. Festa e thjeshtë vazhdoi deri në fillim të mbrëmjes. Kur të gjithë tashmë kishin ikur, besniku, Luljeta dhe Agoni mbetën vetëm në kishën e heshtur. U ulën në një nga stolet, Agoni më në fund duke fjetur në krahët e Luljetës, i raskapitur nga aq shumë eksitim. Jemi një familje tani, përshpëriti Luljeta, duke shikuar unazën në gishtin e saj. Zyrtarisht, ligjërisht, në çdo mënyrë. Familja më e mirë që mund të kisha kërkuar, pohoi besniku, duke kaluar krahun rreth supeve të saj. Atë natë, shkuan në apartamentin e besnikut për herë të parë si familje. Dhoma e Agonit, tani plotësisht e ridekoruar, i priste. Besniku e vendosi foshnjën delikatesë në djepin e ri, dhe të dy qëndruan aty, duke e vëzhguar duke fjetur. Faleminderit, përshpëriti Luljeta. Për gjithçka. Që nuk hoqët dorë nga ne. Që na zgjodhët. Që na doni. Faleminderit juve që më lejuat të jem pjesë e jetëve tuaja. Që kishit besim tek unë. Që më dhatë një familje. Dhe aty, në atë dhomë plot dashuri dhe shpresë, vulosën zotimin që kishin bërë. Jo vetëm si burr e grua, por si prindër, si partner, si shok udhëtimi. Një familje që lindi nga një gabim shtypi, por që u zbulua se ishte saktësisht ajo që të gjithë ata kishin nevojë për të qenë të plotë. Muajt e parë të martesës ishin një periudhë përshtatjeje të ëmbël dhe transformuese. Luljeta ende punonte si pastruese, pavarësisht protestave të sjellshme të besnikut. Ajo kishte nevojë të ruante pavarësinë e saj, identitetin e saj. Por tani ndante kohën e saj midis shtëpisë së vogël që kishte marrë me qira për aq kohë dhe apartamentit luksos që tani ishte gjithashtu vatra e saj.
Nuk keni nevojë të zgjidhni njërin apo tjetrën ende, kishte thënë besniku kur ajo shprehu konfuzionin e saj se ku banonte vërtet. Tranzicioni mund të jetë gradual. Në kohën tuaj, në ritmin tuaj. Përfundimisht, megjithatë, prakticiteti foli më fort. Mbajtja e dy vendeve nuk kishte sens, veçanërisht me agonin që rritej dhe kishte nevojë për më shumë hapësirë. Zhvendosja përfundimtare në apartament ndodhi natyrshëm, pa presion, kur Lulieta më në fund u ndje gati. Por nuk ishin vetëm ata që u zhvendosën. Lulieta këmbënguli të merrte disa mobilje nga shtëpia e vogël. Divanin e vjetruar ku aq herë I kishte dhënë gji agonit në mëngjeset e vështira. Tavolinën e vogël të mesit ku ai kishte mësuar të qëndronte në këmbë. Ato objekte të thjeshta fituan vend deri në apartamentin luksoz, duke krijuar një fuzion perfekt midis dy botëve që tani bëheshin një. Besniku gjithashtu bëri ndryshime në jetën e tij. Delegoi më shumë përgjegjësi te ortakët e tij të besuar dhe filloi të punonte më pak orë. Donte të ishte I pranishëm për agonin, për Lulietën, për familjen që kishte ndërtuar. Para kishte mjaftueshëm për disa jetë. Koha ishte burimi më I çmuar tani. Procesi I birësimit më në fund u përfundua. Kur agoni mbushi 1 vjeç. Dita kur besniku zyrtarisht u bë babai ligjor I djalit ishte po aq emocionuese sa dita e dasmës. Në gjendjen civile, me Lulietën pranë, besniku mbajti agonin në krah, ndërsa zyrtari deklaronte birësimin e përfunduar. Urime, zoti Kastrati, tha zyrtari me një buzëqeshje. Ju tani jeni zyrtarisht babai I Agon Hoxha Kastratit. Agon Hoxha Kastrati. Emri tingëllonte perfekt. Mbante forcën e nënës dhe mbrojtjen e babait. Ishte përfaqësimi fizik I familjes që kishin ndërtuar së bashku. Faleminderit, tha besniku, me zërin e mbytur. Që më dhatë këtë mundësi. Që më lejuat të jem babai I këtij djali të jashtëzakonshëm. Zoti Kastrati, pas të gjitha intervistave dhe vlerësimeve, mund të them me siguri se është agoni ai që ka fat që ju ka juve si baba. Kam parë shumë raste birësimi në karrierën time, por pak me aq dashuri të vërtetë sa ajo që ju tregoni. Atë natë, në shtëpi, besniku e vendosi agonin në shtrat dhe qëndroi duke e vëzhguar duke fjetur për minuta të gjata. Djali im, pëshpëriti ai. Zyrtarisht, ligjërisht dhe në çdo kuptim që ka rëndësi, ti je djali im. Ishte disa muaj më vonë, kur agoni ishte 1 vjeç e gjysmë, që Lulieta filloi të ndjente simptoma familjare. Të përziera në mëngjes, lodhje e tepërt, ndjeshmëri ndaj disa aromave. Fillimisht u përpoq të injoronte, por kur simptomat vazhduan, bëri një test shtatzënie. 2 vija. 7 zën. Lulieta u ul në tualet duke shikuar testin, duke ndier një orë tek emocionesh. Gëzim, frikë, entuziazëm, ankth. Gjithçka në të njëjtën kohë. Ishte 7 zën. Do të kishte një fëmijë tjetër. Agoni do të kishte një vëlla ose motër. Dhe këtë herë nuk do të ishte e vetme. Do të kishte një burr pranë saj, një shok për të ndarë shqetësimet dhe gëzimet. Kur besniku mbërriti nga puna atë natë, Lulieta ishte në kuzhinë, duke përgatitur darkën me agonin duke luajtur në dysheme pranë saj. Ajo kishte planifikuar një mënyrë kreative për të treguar lajmin, por kur e pa atë, gjithë përgatitja ra poshtë. Jam 7 zën, thjesht nxori ajo, para se ai të hiqte xhaketën. Besniku ngriu. Puliti syt. E shikoi atë. Çfarë? Jam 7 zën. E zbulova sot. Bëra 3 teste për të qenë e sigurt. Jam 7 zën. Fytyra e besnikut kaloi nëpër disa shprehje në sekonda. Shok, mosbesim dhe pastaj gëzim I pastër dhe absolut. Ai e kaloi distancën midis tyre me 2 hapa të gjatë dhe e mori në krah, duke e rrotulluar në ajër. Do të kemi një foshnjë? Një foshnjë tonën? Do të kemi një foshnjë, konfirmoi Lulieta, duke qeshur dhe duke qarë në të njëjtën kohë. Besniku e vendosi sërish në tokë dhe u ul në gjunjë, duke I vendosur duart delikatesë mbi barkun e saj ende të shesh. Përshëndetje, foshnjë. Këtu është babi yt. Ende nuk e dim kush jeni, nëse jeni djalë apo vajzë, por tashmë ju duam shumë. Do të keni vëllan më të mirë në botë, ai shikoi agonin që vëzhgonte kureshtar, dhe nënën më të mirë që dikush mund të kërkonte. Agoni, duke ndjerë se diçka e rëndësishme po ndodhte, u zvarrit deri tek ata dhe vendosi dorën e tij të vogël mbi barkun e nënës gjithashtu.
Beba, tha ai, një nga fjalët e reja që po mësonte. Saktësisht, kampion. Do të ketë një beba këtu. Një vëlla i vogël ose një motër e vogël për ty. Shtatzënia e Luljetës ishte plotësisht e ndryshme nga e para. Këtë herë, kishte gjithë mbështetjen mjekësore të nevojshme. Doktor Arjani e drejtoi te obstetria më e mirë e Tiranës. Ajo bënte të gjitha analizat në kohën e duhur, merrte të gjitha vitaminat e rekomanduara, kishte një ushqyerje të balancuar. Nuk kishte shqetësim përpara përçumësht apo pelena. Kishte paqe, siguri, dashuri. Besniku ishte i pranishëm në çdo ekografi, në çdo konsult. Mbante dorën e saj kur ajo ndjente të përziera, i masazhonte këmbët e enjtura në fund të ditës, plotësonte të gjitha dëshirat e saj të çuditshme për ushqim në mes të natës. Kur zbuluan se do të ishte një vajzë, Luljeta qau nga emocioni. Një vajzë. Do të kem një vajzë. Do të kemi një vajzë, korrigjoi Besniku duke puthur ballin e saj. Dhe ajo do të jetë aq e fortë dhe e jashtëzakonshme sa nëna e saj. Zgjodhen emrin së bashku në një pasdite me shi ndërsa Agoni flinte. Shfletuan libra me emra, diskutuan kuptimet, testuan se si çdo emër tingëllonte bashkë me kastrati. Dafina, sugjeroi Luljeta më në fund. Dafina simbolizon fitoren. Dhe kjo shtatzëni është një fitore për ne. Fitore mbi të kaluarën e vështirë, mbi frikërat, mbi gjithçka. Dafina Kastrati, testoi Besniku. Është perfekte. Fitoria jonë e vogël. Ndërsa prisnin ardhjen e Dafinës, Besniku mori një vendim të rëndësishëm. Apartamenti, sado luksos që ishte në një ndërtesë në mes të qytetit kaotik. Ai donte që fëmijët e tij të rriteshin me hapësirë, me natyrë, me liri për të vrapuar dhe luajtur. Donte një shtëpi të vërtetë, një vatër që të ishte e tyre që nga themeli. Bleu një truall të madh në një kompleks rezidencial në periferi të Tiranës, pranë zonës së Farkës. Jo shumë larg qytetit, por mjaftueshëm larg për të pasur qetësi. Dhe pastaj, duke përdorur gjithë njohuritë e tij në ndërtim, filloi të projektonte shtëpinë e ëndrave të tyre. Dua opinionin tuaj në çdo gjë, i tha ai Luljetës, duke treguar skicat e para. Është shtëpia jon. Duhet të na pasqyroj të dyve. Luljeta u përfshi në projekt me entuziazëm. Zgjodhi ngjyrat, planimetrin, vendosi që donte një kuzhinë të madhe dhe mikpritse, jo një nga ato kuzhinat moderne të patëmet që askush nuk i përdor vërtet. Donte një obor me pemë frutore, një zonë lojrash për fëmijët, një kopsht ku mund të mbillte erza dhe lule. Ndërtimi përparoi shpejt, i orkestruar nga Besniku me të njëjtin përkushtim që ai aplikonte në projektet e tij komerciale. Vetëm se këtë herë nuk ishte thjesht punë. Ishte dashuri e materializuar në tull dhe çimento. Dafina lindi në një mëngjes pranvere, kur lulet e kopshtit të spitalit po çelnin. Lindja ishte e qetë, e shoqëruar nga Besniku që mbajti dorën e Luljetës gjatë gjithë procesit. Kur foshnja më në fund mbërriti me një të qartë të fortë dhe të shëndetshme, Luljeta shikoi atë fytyrë të përsosur dhe ndjeu zemrën t'i tepronte. Është e bukur, tha Besniku, i mrekulluar, kur infermierja vendosi Dafinën në krahët e tij. E përsosur. Të ngjan ty. Ka sytë tuaj, vuri re Luljeta, duke buzëqeshur përmes lotëve. Agoni, tani 2 vjeç, u prezantua me motrën e vogël në spital. Ai e shikoi foshnjën me një përzierje. Kureshtjeje dhe xhelozie tipike për fëmijët. Por kur Dafina mbajti gishtin e tij me dorën e saj të vogël, diçka ndryshoi në fytyrën e tij. Ai shikoi motrën dhe buzëqeshi. Imi, deklaroi ai me posesivitet. Po, kampion. Motra jote e vogël. Do të kujdesesh për të, apo jo? Agoni pohoi me kokë solemnisht, sikur po bënte një betim. Dhe që nga ai moment, u bë vëllai më mbrojtës që dikush mund të dëshironte. Zhvendosja në shtëpinë e re ndodhi kur Dafina ishte 3 muajshe. Ishte një ndërtim një katësh dhe i gjerë, me dritare të mëdha që lejonin hyrjen e dritës natyrale, një dekorim që përziente komoditetin dhe elegancën pa qenë mburrës. Obori ishte gjigant, me bar të gjelbër, pemë, një zonë lojrash shumë ngjyrshe dhe madje edhe një liçen të vogël me peshë. Është perfekte, tha Luljeta, duke ecur nëpër dhomat me Dafinën në krah dhe Agonin duke vrapuar i eksituar nga njëra anë në tjetrën. Është saktësisht ajo që një shtëpi duhet të jetë. Është vatra jon, pohoi Besniku, duke kaluar krahun rreth saj.
E ndërtuar me dashuri për të mbushur me dashuri. Muajt u shndërruan në vite. Agoni u arrit kureshtar dhe inteligjent, gjithmonë duke bërë pyetje për gjithçka. Besniku e regjistroi në një shkollë të shkëlqyer, por gjithashtu siguronte që djali të kuptonte rëndësinë e punës së fortë dhe për ulësisë. Shpesh e dërgonte të vizitonte kantieret e tij, duke i treguar punëtorët duke punuar, duke i mësuar të respektonte të gjitha profesionet. E sheh atë zotërinë atje? Besniku tregonte një usta me përvojë. Ai është një artist. Shndërron cimenton dhe tullën në diçka të bukur dhe funksionale. Kur mos e shikon nga lart askën që punon ndershëm. Dafina u rrit e ëmbël dhe e vendosur, një kombinim perfekt i forcës së nënës dhe mirësisë së babait. Ishte 2 vjeç kur vrapoi hapat e saj të parë, direkt në krahët e Agonit që e priste me krenari vëllai të madh. Lulieta u kthye në punë, por në një mënyrë të ndryshme. Me mbështetjen e besnikut, hapi një kompani të vogël pastrimi që punësonte gra të tjera në situata vulnerabël, duke ofruar paga të drejta, përfitime dhe respekt. Ajo kur nuk harroi se nga erdhi dhe përdorte pozicionin e saj të ri për të ndihmuar gra të tjera të kishin një shans më të mirë në jetë. Ju po bëni më shumë ndryshim se sa çdo donacion që unë kam bërë ndonjëherë, tha besniku krenar, kur kompania e saj mbushi një vit dhe tashmë punësonte 20 gra. Unë thjesht po e kthej mbrapsht. Më dhan një shans kur kisha më shumë nevojë. Tani mund t'u jap shanse të tjerave. Prindërit e Lulietës u bën prani konstante në jetën e nipërve. Pendimi fillestar u shndërrua në dashuri të pakushtëzuar. Babai i saj, më parë aq i ashpër, shkrihej kur Agoni dhe Dafina ishin pranë. Nëna e saj rikuperoi kohën e humbur duke qenë gjyshja më e përkushtuar dhe më e dashur e mundshme. Më mësuat diçka të rëndësishme, i tha babai i Lulietës besnikut në një barbekju familjare në oborrin e shtëpisë së re. Më mësuat se dashuria e vërtet nuk njeh kushte apo parakushte. Ju e deshët vajzën time dhe nipin tim kur nuk kishit asnjë detyrim ta bënin. Thjesht sepse ishin të denjë për dashuri. Unë duhet të kisha bërë të njëjtën gjë që në fillim. E rëndësishme është që jemi të gjithë bashkë tani, u përgjigj besniku, duke vëzhguar Lulietën duke luajtur me fëmijët në zonën e lojrave. E kaluara nuk mund të ndryshohet, por e ardhmja është jona për ta ndërtuar. Në një të diel të qetë, 5 vjet pas asaj nate me shi kur gjithçka filloi, familja ishte e mbledhur në kopsht. Agoni, tani 6 vjeç, i mësonte Dafinës, 3 vjeç, si t'i jepte biçikletës me rrota ndihmëse. Lulieta ishte ulur në një kolovajs kopshti, duke vëzhguar skenën me një buzëqeshje të butë. Besniku ul pranë saj, duke ndërthurur gishtat me të sajat. A e mban mend atë natë? Pyeti ai. Kur shtype numrin e gabuar? Lulieta qeshi butësisht. Si mund ta harroja? Isha aq e dëshpëruar, aq e frikësuar. Mendova se ishte fundi i botës. Kur nuk e imagjinova se do të ishte fillimi i gjithçkaje. Ishte gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë, tha besniku. Ajo porosi më solli te ju, te Agoni, te kjo jetë që ndërtuam. Ndonjëherë pyes veten se çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kishe shtypur numrin e saktë. Preferoj të mos mendoj për këtë, tha Lulieta, duke mbështetur kokën në supin e tij. Preferoj të mendoj se ndoshta nuk ishte një gabim. Ndoshta ishte fati, universi, Zoti, quaje si të duash, duke orkestruar gjithçka që ne të takoheshim. Sepse ju ishit vetëm duke pasur nevojë për një familje, unë isha duke pasur nevojë për ndihmë dhe shpresë, dhe Agoni kishte nevojë për një baba. Të gjithë kishim nevojë për njëri tjetrin. Babi. Mami. Më shikoni. Thiri Agoni, duke pedaluar krenar me Dafinën që duartrokiste me gëzim pas tij. Shumë mirë, kampion. Thiri besniku mbrapsht. Ja dole, zemër. Shtoi Lulieta. Besniku shikoi familjen që kishte tani. 2 fëmijë të shëndetshëm dhe të lumtur, një grua që e donte me gjithë qenien e tij, një shtëpi plot jetë dhe të qeshura. Mendoi për rrugëtimin që kishte bërë, nga djali i varfër i rritur nga një nënë e vetme deri te sipërmarrësi i suksesshëm, gjithmonë duke ndjerë se mungonte diçka thelbësore. Dhe pastaj mendoi se si një mesazh i thjesht teksti kishte ndryshuar gjithçka. E di çfarë është qesharake? Komentoi ai. Kalova vite duke ndërtuar ndërtesa, duke krijuar struktura mbresëlënëse prej betoni dhe çeliku. Mendoja se kjo ishte trashëgimia ime, kontributi im për botën.
por tani kuptoj se ajo që vërtet ka rëndësi është saktësisht këtu. Kjo familje. Këta fëmijë që do t'i rrisim për të qenë njerëz të mirë. Kjo dashuri që ndajmë. Kjo është trashëgimia e vërtetë. Dhe çfarë trashëgimie e bukur, pohoi Lulieta, duke ndjerë sytë t'i mbusheshin me lotë siç ndodhte gjithmonë kur reflektonte se sa e bekuar ishte. Dafina u pengua dhe ra në bar, por në vend që të qante, qeshi dhe u ngrit e vetme, duke shkundur dhe unë nga gjunjët. Agoni vrapoi për ta ndihmuar në çdo mënyrë, gjithmonë vëllai mbrojtës. Ata do të bëhen mirë, vëzhgoi Besniku. I kemi rritur ata me dashuri, me vlera të sakta, me ndërgjegjen se gjithçka që kanë është privilegj, jo e drejtë. Agoni e di që u birësua, që unë zgjodha të jem baba i tij, dhe kjo e bën të ndihet edhe më i dashuruar. Ishte e vërtetë. Në një bisedë delikate kur Agoni ishte 5 vjeç, Besniku dhe Lulieta i treguan atij për birësimin. I shpjeguan se Besniku nuk ishte baba i tij biologjik, por se kishte zgjedhur të ishte baba i tij në çdo mënyrë tjetër. Agoni kishte dëgjuar me vëmendje, e kishte procesuar informacionin me seriozitetin e fëmijës, dhe pastaj kishte thënë diçka që do të mbetej e skalitur përgjithmonë në zemrën e Besnikut. Pra, ju më zgjodhët mua? Vërtet? Vërtet, kampion. Midis gjithë djemve të botës, unë të zgjodha ty. Agoni kishte përqafuar Besnikun me forcë dhe kishte përshpëritur, edhe unë do t'ju kisha zgjedhur juve, babi. Tani, duke vëzhguar fëmijët duke luajtur, Besniku ndiu një mirënjohje të thellë për jetën që kishte. Jo për pasurinë materiale, edhe pse e njihte privilegjin që ajo përfaqësonte, por për pasurinë emocionale. Për familjen që zgjoi të diellat për të bërë petulla së bashku në kuzhinë. Për netët me filma dhe kokoshka në divan, të gjithë të grumbulluar në batanie. Për darkat në familje ku qeshnin me shaka budallaqe dhe ndanin ngjarjet e ditës. Mendoj se duhet të festojmë, sugjeroi Lulieta pa pritur. Të festojmë çfarë? 5 vjet nga ajo natë. 5 vjet që kur u shfaqet në derën time me qese qumështi dhe pelenash si një engjëll i maskuar si sipërmarrës. 5 vjet që kur jetët tona ndryshuan plotësisht. Besniku buzëqeshi. Si dëshiron të festosh? Në mënyrën tonë. Thjesht. Vërtet. Po sikur të bëjmë pica shtëpie sonte? Mund t'i bëjmë të gjithë bashkë në kuzhinë. Agoni e adhuron të ndihmoj në hapjen e salcës dhe Dafina mund ta dekoroj me djath, edhe nëse bën rëmuj. Perfekte. Absolutisht perfekte. Dhe vërtet ishte. Më vonë atë natë, kuzhina ishte një rëmuj e vërtetë. Miell i shpërndar në 2 sheme, salcë domatesh në vende të papritura, Agoni me djath në hund dhe Dafina me duart e mbuluara me brumë. Por të qeshurat mbushnin ambientin, gëzimi ishte i prekshëm dhe dashuria përshkonte çdo moment të rëmujshëm. Ndërsa picat piqeshin në furr, duke mbushur shtëpinë me aromën e tyre të shijshme, Besniku shikoi rreth e rrotull. Lulieta po pastronte fytyrën e Dafinës me një leckë, Agoni tregonte me entuziazëm për diçka që kishte ndodhur në shkollë, qeni që kishin adoptuar një vit më parë flinte i qetë në këndin e tij. Ishte një sken kaosi të organizuar, e një imperfeksioni perfekt, e jetës reale duke u jetuar në formën e saj më autentike. Të dua, i tha ai Lulietës, zëshëm mjaftueshëm që ajo ta dëgjonte mbi fjalët e Agonit. Ajo e shikoi atë dhe buzëqeshi atë buzëqeshje që ende bënte që zemra e tij të rrite fort. Edhe unë të dua. Edhe ne ju duam. Thiri Agoni, duke tërhequr Dafinën në një përqafim ariu që e bëri atë të bërtiste nga gëzimi. Besniku mblodhi gjithë familjen në një përqafim kolektiv, të gjithë duke qeshur dhe duke u shtrënguar. Dhe në atë moment, i rrethuar nga njerëzit që donte, në një shtëpi që kishte ndërtuar me duart e veta, por që ata e bën një vatër me zemrat e tyre, Besniku e diti me siguri absolute se ishte saktësisht aty ku duhej të ishte. Jeta nuk ishte perfekte. Kishte sfida, diskutime të rastësishme, momente të vështira. Por ishte reale. Ishte e vërtetë. Ishte plot dashuri. Dhe gjithçka kishte filluar me një gabim të thjesht shtypi që u zbulua se ishte suksesi më i rëndësishëm i jetëve të tyre. Atë natë, pasi fëmijët shkuan në shtrat me barkun e tyre plot me pica dhe zemrat e tyre plot me lumturi, Besniku dhe Lulieta qëndruan në terracën e shtëpisë, duke vëzhguar yjet që shkëlqenin në qiellin e pastër. Faleminderit, tha Lulieta butësisht. Për çfarë? Që besuat. Që nuk hoqët dorë.
Që më treguat se fundi i lumtur nuk është vetëm në përralla. Që më dha të familjen që gjithmonë e kisha ndëruar, por kur nuk mendova se do ta meritoja. Luljeta, besniku u kthye për ta parë, duke mbajtur fytyrën e saj midis duarve, ju gjithmonë e keni merituar këtë dhe më shumë. Shumë më shumë. Dhe do të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke u siguruar që ju ta dini këtë. Ata u puthën nën yje, burr e grua, partner jete, prindër të 2 fëmijëve të mrekullueshëm, të mbijetuar të kaluarave të vështira që zgjodhen të ndërtonin një të ardhme të bukur së bashku. Mesazhi i gabuar i dërguar në një moment dëshpërimi kishte çuar në një takim të pamundur. Takimi kishte çuar në një lidhje të papritur. Lidhja kishte lulëzuar në dashuri. Dhe dashuria kishte ndërtuar një familje që asgjë dhe askush nuk mund ta shkatëronte. Ndonjëherë mendonte Luljeta ndërsa mbështeste kokën në supin e besnikut, gabimet më aksidentale çojnë në destinacionet më perfekte. Ndonjëherë rrugët më të tërthorta na udhëheqin saktësisht atje ku kishim nevojë të ishim që nga fillimi. Dhe aty, në atë shtëpi plot dashuri, me fëmijët e tyre duke fjetur të qetë në dhomat e tyre, me një burr që e donte pa kushte, Luljeta më në fund kishte kuptuar kuptimin e vërtet të vatrës. Nuk ishte për mure apo mobilje. Nuk ishte për adresa apo kode postare. Vatra ishte aty ku dashuria banonte. Vatra ishte aty ku pranoheshe i plot, saktësisht ashtu siç ishe. Vatra ishte ata njerëz që zgjidhnin të qëndronin ditë pas dite në çdo moment të mirë dhe sfidues. Dhe në atë natë me yje, me tingullin e butë të frymëmarrjes së fëmijëve të tyre që jehonte nëpër shtëpi, Luljeta dhe besniku e ditën se kishin gjetur më në fund atë që kishin kërkuar gjithmonë. Kishin gjetur vatrën. Kishin gjetur paqen. Kishin gjetur te njëri tjetri dhe te fëmijët e tyre qëllimin e vërtet të jetës. Dhe gjithçka kishte filluar me një mesazh të thjeshtë, të dërguar në numrin e gabuar në mëngjesin më të errët që ishte shndërruar në dritën që do të ndriçonte pjesën tjetër të jetëve të tyre.